Presidenti i Republikës Shqipërisë Bajram Begaj ka pritur gjatë ditës së sotme presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa. Këto janë dhe pamjet e mbritjes pak minuta më herët Antonio Costës në presidencë. Gjatë këtij takimi u vlerësua progresi i spikatur i vendit tonë procesin e negociatave për mbajtjen e konferencës së 8 ndërqeveritare BE Shqipëri, e cila konfirmoi përmbushjen e kritereve të ndërmjetme për kapitullin 1 themeloret, thuhet në reagimin e zyrës së presidentit të Republikës. Presidenti i Republikës i përcolli bashkëbiseduesit vendosmërinë e Shqipërisë për të plotësuar agjendën dhe objektivat për mbylljen e grup kapitujve brenda vitit 2027. Reforma në drejtësi, forcimi i shtetit të së drejtës, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe përputhja e plot me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së BE-s, dëshmojnë se Shqipëria është një partner i besueshëm dhe vullnet plot për të qenë pjesë e familjes evropiane, është shprehur gjatë takimit presidenti i Republikës. Zgjerimi i Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor nuk është vetëm një proces integrimi, por një investim strategjik për paqen, sigurinë dhe stabilitetin e gjithë kontinentit evropian, deklaroi presidenti Begaj. Shqipëria është mirënjohëse për mbështetjen e fuqishme që Këshilli dhe Komisioni po japin Shqipërisë në këtë rrugtim. Shqipëria do të vijojë me ritëm të shpejtë dhe rezultate konkrete në rrugën e saj drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Jemi të bindur se reformat nuk i bëjmë vetëm si kërkesa të BE-s, por mbi të gjitha për qytetarët tanë, shprehur ndër të tjera gjatë këtij takimi presidenti i Republikës Bajram Begaj. Këto janë pamjet e takimit të presidentit të Republikës Bajram Begaj me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa, i cili pas takimit me presidentin e Shqipërisë Begaj ndodhet në kryeministri, ku është në takim me kryeministrin Edi Rama.